Përshëndetje të nderuar shikues, jemi së bashku në edicionin informativ të orës 14 këtu në studion e Blu Televizion. Në Vlorë, problemi i depozitimit të mbetjeve në godinat e braktisura vijon të mbetet pas zgjidhje. Sipas banorëve në lagjen 28 nëntori, situata vazhdon të jetë shqetësuese, pavarësisht kronikave të transmetuara më herët në Blu Televizion. Problemi i depozitimit të mbetjeve në godinat e braktisura vijon të mbetet pazivje. Në lagjen 28 nëntori të qytetit të Vlorës, situata vazhdon të jetë shqetësuese, pavarësisht kronikave të transmetuara më herët në Blu Televizion. Banorët shprehen se deri më tani nuk është ndërmarrë asnjë ndërhyrje nga institucionet përgjegjëse. Sipas tyre, në brendësi të godinave janë grumbulluar mbetje të ndryshme, ndërsa frika për praninë e zvaranikëve dhe kafshëve të tjera të rrezikshme është gjithnjë më e madhe, duke përbërë një kërcënim serioz për banorët e zonës. Një tjetër shqetësim është fakti se këto godina shfrytëzohen nga konsumues të lëndëve narkotike, të cilët lënë pas mbetje dhe ndotje. Sipas banorëve, kjo situatë rrit rrezikun për përhapjen e infeksioneve dhe krijon pasiguri për komunitetin. Banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet përgjegjëse, duke theksuar se mungesa e veprimeve deri më tani tregon neglizhencën ndaj një problematike që kërkon zgjidhje urgjente. Çfarë diskutojmë? Këtu është bërë mbeturin e gjithë. Nuk ka ku të qash. Janë mikrop i gjallë. A e kupton mikrop i gjallë? Sëmundje. Këtu s'ka shtet të vërdorën, aty kanë një shtëpi të vjetë që vinë ata drogaxhit, që na bëjnë atë maslën gjë pa bërë 7-8 veta. Nga thresh do se më kanë thënë se burësiri që qelbën. Nuk e beson. Ore duhet hequr, duhet pastruar, duhet bërë gjithë çka. Vetë lidh botën nuk ka kështu, se u kam mbledhur, se nuk se vide këtu dhe kam qenë, po kështu nuk ka, në mes të qytetit të besh kështu. Uri këtu, tashi, këta erdhën bën këto të voglat, punët e mëdha, nuk i bëjnë dot. Problemi është se këtu futen drogaxhit gjithë. Këto vinë era, kalon të zësh undët. Unë tashi e kam vënë këtë dritën, se këtu ka qenë errësirë fare. Po. Tashi ma bëri ai elektricisti, bravo. Sa po kanë këto mbeturinat këtu? Këto kanë po bëjnë afro 20 vjet. Për mbeturinat këtu ka që kur kanë ikur banorët. Ikën banorët, këto u bën depo. Ata erdhën pastruan këtu, e lanë shikoj qafere. Kjo fera është që këtu është një 10-15 metra. Cili është miraku juaj? Ka zvaranik? Ka gjarprin, dalin gjarprin, po shumë rrezik. Kalon fëmija tëk, e pickoj të këma. Iku vajti spital, mbaroj. Vinë për t'i hequr në njërë të mbeturinat? Asnjëherë nuk kanë ardhur. Po si ore, jemi ankur e per rrugën asfaltin atje, tu bote qara, ja nga i uj na vinë neve. Vinë, i regulojnë tu bote qara, për 2 muaj, prishen prap. Ato tubo që e qara kanë 20 vjetë. Po shumë e rrezikshme, ju nuk e shikoni që këtu është e rrezikshme? Shumë e rrezikshme është. Na ndihmoni e çoni atje te bashkia, te viti shkoj. Ti bëri muret paktën këto dritare ti zëri. Ti zëri ja 20 lloqe doja. Edhe kjo këtu 20 lloqe janë private. Megjithatë do gjetur një zgjidhje privat, shtet çfarë do të jetë do gjetë për juve. Po janë private këto. Unë këto i kam të mijat. Situata në lagjen 28 nëntori vijon të mbetet shqetësuese dhe rrezikshme. Prej vitesh nuk është bërë asnjë ndërhyrje për pastrimin e mbetjeve të grumbulluara në godinat e braktisura. Kërkojmë që institucionet të reagojnë sa më parë, pasi kjo situatë rrezikon shëndetin dhe sigurinë e banorëve. Bashkia e Vlorës ka nisur zbatimin e vendimit për vendosjen e tarifave në disa prej parkimeve publike të qytetit. Kështu qytetarët e Vlorës, pushues vendas dhe turistë të huaj, prej këtij sezoni veror do të duhet të paguajnë tarife edhe në parkimet publike në qytet. Qytetarët e Vlorës, pushues vendas dhe turistë të huaj, duke nisur prej këtij sezoni veror, do të duhet që të paguajnë tarife edhe në parkimet publike në qytet. Kjo për shkak se disa prej parsheve publike janë kthyer me pagesë. Bashkia e Vlorës ka nisur zbatimin e vendimit për vendosjen e tarifave në disa prej parkimeve publike. Parkimi në Ujin e Ftohtë, ai në Pyllin e Sodës, janë kthyer me pagesë.
Në Vlorë, disa prej parkimeve më të mëdha publike në qytet janë kthyer me pagesë. Zbatimi i pagesës ka nisur në fakt në sezonin veror në periudhën kur qyteti ka më tepër pushues vendas dhe të huaj. Pagesa për parkimet mund të kishte nisur edhe më parë, por është zgjedhur pikërisht sezoni veror, qëllimisht për të arkëtuar më tepër. Kjo gjë sigurisht që rëndon xhepat e qytetarëve vlonjat, por edhe pushuesve në një kohë kur Vlora nuk ka parkime, duhet të paguajnë edhe ato publike. Pagesa ka nisur të zbatohet në sezonin veror në kohën kur këto parqe frekuentohen më tepër. Atëherë kur qytetarët dhe pushuesit e kanë më të nevojshëm parkimin, duhet të paguajnë me qëllimin e qartë që pushteti të arkëtojë më tepër. Kjo gjë sigurisht që rëndon në xhepat e këtyre të fundit. Tarifat e parkimeve publike janë njësoj si të privatit, ku 1 orë parkim kushton 50 lek, 2 orë 100 lek, 2 deri në 5 orë 200 lek, 5 deri në 8 orë 300 lek, 8 deri në 12 orë 400 lek dhe 12 deri në 24 orë 500 lek. Vlen të theksohet se pavarësisht vendosjes së tarifave, në këtë parkim mungojnë investimet. Efektet e konfliktit në lindjen e mesme vijojnë të reflektohen në çmimin e naftës në tregjet ndërkombëtare, por edhe në Shqipëri. Pas shpërbërjes së bordit të transparencës, çmimi i naftës në vend ka arritur rreth 206 lek për litër. Mësohet se pritet të zhvillohet një takim për të diskutuar situatën dhe mundësinë e rikthimit të bordit. Efekti i luftës në lindjen e mesme vijon të reflektohet në rritjen e çmimit të karburanteve në tregjet botërore, por tashmë edhe në atë vendas. 1 litër naftë në tregun shqiptar tregtohet me 206 lek për litër, një rritje e cila pritet vijojë edhe gjatë ditëve të ardhshme. Prej datës 17 qershor, kur zhvilluar në mbledhja e fundit e bordit transparencës, karburantët kanë mësuar një rritje në rreth 19% në tregun vendas. Ndërkohë, referuar edhe informacione nga Ministria e Financave, pritet që javën e ardhshme të ketë një mbledhje të këtyre fundit për të vendosur rikthimin ose jo të bordit të transparencës. Efektet e konfliktit në lindjen e mesme vijojnë të reflektohen në çmimin e naftës në tregjet ndërkombëtare, por edhe në Shqipëri. Pas shpërbërjes së bordit të transparencës, çmimi i naftës në vend ka arritur në rreth 206 lek për litër. Kjo rritje pritet të vijojë edhe në javët në vazhdim, duke u referuar zhvillimeve dhe tendencës së çmimeve në tregjet botërore. Sipas të dhënave që nga vendimi i fundit i bordit të transparencës i datës 17 qershor, ku nafta tregtohej me 176 lek për litër, çmimi është rritur me rreth 19% brenda një muaji. Burime nga Ministria e Financave bëjnë me dije se gjatë javës së ardhshme pritet të zhvillohet një takim për të diskutuar situatën dhe mundësinë e rikthimit të bordit të transparencës. Ky opsion do të merret në konsiderat vetëm nëse çmimi i karburantit vijon të mbetet mbi 200 lek për litër. Nga ana tjetër, shoqata e transportit u ka dërguar një kërkesë institucioneve përgjegjëse për shtyrjen e afatit të skemës së subvencionimit për shkak të rritjes së kostove të shkaktuar nga shtrëngtimi i naftës. Ndërkohë, situata e tensionuar në lindjen e mesme vazhdon të ndikojë në luajtjet e bursave ndërkombëtare të naftës. Sipas të dhënave të platformës Investig, çmimi i një fuqie nafte Brent ka arritur në rreth $95. Pas një periudhe qetësimi kur çmimi i naftës Brent dukej se po stabilizoi, zhvillimet e fundit në rajon kanë rikthyer presionin mbi tregjet ndërkombëtare, duke rritur pritshmëritë që çmimet të mbeten të larta dhe në ditët në vijim. Dyfishimi i pagesës për fëmijët me aftësi të kufizuar dhe njohja e periudhës së shërbimit si vite kontributi për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore për ndihmësit dhe familjarët, masat kryesore të paketës së re sociale të miratuara nga Këshilli i Ministrave. Dyfishimi i pagesës për fëmijët me aftësi të kufizuar dhe njohja e periudhës së shërbimit si vite kontributi për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore për ndihmësit edhe familjarëve. Këto janë 2 nga masat kryesore të paketës së re sociale të miratuar nga Këshilli i Ministrave. 4 vendime të miratuara parashikojnë lehtësime për personat me aftësi të kufizuar, familjet e tyre dhe ndihmësit personal. Dyfishimi i pagesës për mbi 10.000 fëmijë me aftësi të kufizuar hyn në fuqi me efekte financiare nga një korriku dhe synon të ndihmojë me barrën ekonomike të familjeve, si dhe të mundësoj më shumë mbështetje për zhvillimin dhe përfshirjen sociale të fëmijëve. Kjo rritje do t'i kushtoj buxhetit të shtetit këtë vit një shtesë prej 750 milion lekësh ose rreth 8 milion euro. Një tjetër ndryshim i rëndësishëm lidhet me procedurat administrative. Në rastet kur afati përfitimit është disa vjeçar, nuk do të jetë më e nevojshme paraqitja çdo vit e dokumentacionit mjekësor pranë komisioneve të vlerësimit. Kjo masë synon të reduktojë burokracitë dhe kostot e panevojshme për familjet. Sipas qeverisë, kjo paketë përbën një hap të rëndësishëm në forcimin e politikave sociale dhe një sistemi më gjithëpërfshirës që garanton më shumë mbështetje, dinjitet dhe përfshirje për personat me aftësi të kufizuar dhe familjet e tyre.
Vijojnë lëvizjet e strukturuara drejtuese të policisë së shtetit. Andi Deda është emëruar shef i komisariatit të policisë Vlorë, duke lënë detyrën që mbante deri më tani në krye të komisariatit të policisë Shijak, ndërsa në krye të komisariatit të policisë Himar vjen Ervin Peza. Vijojnë lëvizjet në struktura drejtuese të policisë së shtetit. Burime bëjnë me dije se Andi Deda është emëruar shef i komisariatit të policisë Vlorë, duke lënë detyrën që mbante deri më tani në krye të komisariatit të policisë Shijak. Andi Deda është një emër i njohur në radhët e strukturave ligjzbatuese. Më herët ai ka drejtuar shërbimin e kontrollit të brendshëm në sistemin e burgjeve, ndërsa më pas u rikthye në policinë e shtetit, ku emërua në krye të komisariatit të Shijakut. Ndryshimet në drejtorinë e policisë së qarkut të Vlorës prekin dhe komisariatin e policisë Himar. Në krye të këtij komisariati është emëruar Ervin Peza, i cili merr drejtimin e policisë në një prej zonave më të rëndësishme turistike të vendit, pikërisht në kulmin e sezonit veror, kur fluksi vizitorëve dhe angazhimi i strukturave të rendit është maksimal. Ervin Peza nuk është një emër i panjohur për strukturat e policisë së Vlorës. Ai ka drejtuar më herët komisariatin e policisë Vlorë, ndërsa pas përfundimit të atij mandati ka ushtruar detyrën e këshilltarit në drejtorinë vendore të policisë Vlorë. Me emërimin e ri, Peza rikthehet në një funksion drejtues, këtë herë në krye të komisariatit të policisë Himar. Lëvizjet janë pjesë e procesit të riorganizimit të strukturave drejtuese të policisë së shtetit, i cili ka përfshirë dhe drejtori dhe komisariate të tjera në vend. Burime pranë policisë bëjnë me dije se procesi pritet të vijojë dhe në ditët që vijnë, me emërime dhe transferime të tjera në nivele drejtuese. Një koncert festiv i organizuar nga Qendra Kulturore Vlorë ka ndezur atmosferën në hyrje të shëtitores Lungomari gjatë mbrëmjes së mërkurë. Performanca e dy prej emrave MNZ të muzikës popullore, Teo Dumani dhe Lajra Kuqa, mundohesh me interes nga pushues të shumtë. Mbrëmjet festive në qytetin e Vlorës tërheqin vëmendjen e pushuesve vendas dhe të huaj. Një koncert festiv i organizuar nga Qendra Kulturore Vlorë ka ndezur atmosferën në hyrje të shëtitores Lungomare për gjatë mbrëmjes së ditës së mërkurë. Për kënaqësinë e publikut vlonjat, por edhe të huajve që shijojnë pushimet në qytet, kanë performuar dy prej emrave MNZ të muzikës popullore, Teo Dumani dhe Lajra Kuqa. Publiku që ka ndjekur nga afër koncertin ka qenë i shumt, duke nisur vallen. Gentian Maka, metodisti i Qendrës Kulturore Vlorë, thotë se qëllimi i këtyre koncerteve është të kthejnë qytetin në fest. Sipas Makës, ky qëllim është arritur duke parë atmosferën festive në Lungomare, ku me dhjetra qytetarë dhe pushues kërcejnë dhe këndojnë së bashku këngë popullore. Si që shikoni, atmosfera është mjaft festive. Njerëzit po kërcejnë në shesh, për të falenderojmë dhe motin që iku ajo vape madhe dhe njerëzit ndjen më freskët dhe më të lirshëm. Qendra Kulturore Bashkia Vlorë, në kujdesin e veçantë të zonjës kryetarës bashkisë Bruna Mersini, organizon çdo javë koncerte të tilla dhe ftojmë që të gjithë të jeni pjesë e këtyre eventeve festiv, të argëtohemi dhe të kënaqemi së bashku. Aktiviteti është vlerësuar edhe nga publiku i shumtë që e ka ndjekur nga afër. Qytetarët për Blu Televizion shprehen se eventet të tilla janë tepër të rëndësishme, pasi ndikojnë në krijimin e atmosferës festive në Vlorë. Ata shprehen se të tilla evente duhet të jenë më të shpeshta për kënaqësinë e publikut. Atmosfera, koncerti. Atmosfera shumë e bukur. Më pëlqen, por do kisha shumë dëshirë me që të më erdhët e përfitoj nga rasti kjo. Ne du kanë shumë qenë njerëzit për të kërcyer. Dhe mendoj që ajo pusha tjetë të bëhet për të kërcyer qytetarët dhe turistat. Dhe është i kjo shumë e mirë me fjalë që bashkia organizon këtë koncert kaq të bukur. Mendoj që pusha e sportit të jetë për të kërcyer. Pasi njerëzit këtu nuk kanë vend të ku të kërcejnë, urdhro. Rëndëke. Atmosfera ka nevojë njerëzimi për këto gjëra. Duhet të ketë shumë koncerte festive në qytetin. Kemi nevojë, ka njerëz nevojë për të. Ka shumë nevojë. Pse, çfarë do? Ka alegri. Njerëzit kanë gjë, ka se cili në punë e tij ka përfituar. Edhe ka nevojë për ajë. Ja largor pak. Çfarë të pëlqen më tepër? Më pëlqen më shumë pjesëmarrja e njerëzve. Duke qenë
vend i bukur dhe njerëzit kënaqen dhe vinë. Ndryshe s'do ishin njerëzit. Duhen më shumë aktivitete të tilla. Atje sikur ditë për ditë. Ja shiko kalama, sikur ditë për ditë këtë aq më mirë është. Atmosfera është e mirë besoj. Atmosfera është e mirë besoj. Shumë e mirë. Aktivitetet e qendrës kulturore Vlorë do të vijojnë përgjatë sezonit veror. Çdo fundjavë, duke nisur nga data 1 gusht, do të ketë koncerte festive përgjatë gjithë muajit. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.